Tani është momenti që të flasim për kulturën, për të ardhmen, për historinë dhe gjithmonë ka njerëz që punojnë fort drejt saj dhe punojnë fort që të rinjët tanë të jenë të familiarizuar, të dinë, të njohin historinë dhe kulturën tonë. Pikrisht për këtë organizatë të flasim që me siguri për pas misione dhe dashurisë madhe për historinë, vlera dhe trashëgiminë tonë kombëtare mund të ketë pas edhe sfida gjatë rrugtimit, por për t'i kujtuar të gjitha këto dhe për rolin që ka kjo organizatë, mirë presim në studio drejtorin e saj për parim Uka. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Knaqësi për parim kjo pres, faleminderit për kohën, hajde të lutem. Përshëndetje për ju, reato juni. Po shoh që s'pas ke ardhuar thotë. Jo, asnjëherë. Është shumë knaqësi kur të ftuarit në sjellin të tjera edhe titujt të rëndësishëm, po besoj nga Plus Kulti kësaj here. Gjithsesi, nga organizata jonë, puna jonë dhe zhvillimet tona në organizatë. Qysh po ju gjenë kjo fazë si organizatë? Është punë intenzive, është më e qetë, si është plan programi? Ne si organizatë asnjëherë s'kemi pushim, për shkak stafit që kemi, një staf jashtëzakonisht të mirë dhe të përgatitur, gjithmonë i dhojmë vetit detyra, për shkak se kështu e kemi edhe nisjen e organizatës, me plot angazhim me aktivitete, që Plus Kulti njihet që 6 vite më shumë për aktivitetet e saj, për punën, angazhimin, gjithmonë në teren, në të mirat e këtij vendi që punojnë. Për ata që mund të mos kenë fort njohuri për Plus Kultin, cilat janë fokuset e juaja? Fokusi jonë si organizatë Plus Kult jemi themeluar nga viti 2018. Kemi pas aktivitetet e ndryshme, qëllimi jonë është të arrujmë trashëgiminë, kulturën, dhe misioni jonë është kë, se dhe gjithmonë mundohemi të sjellëm diçka tre të qytetarët tonë, jo veç qytetin tonë ku veprojmë në fushë Kosovë, por në nivel të Kosovës jemi si organizatë, i kemi dek të hapë në gjitha qytetet e Kosovës, ku mes këtij emisionit ju dua edhe ti të përshëndes, ti falenderoj drejtorin e shkollës në Podijev Degën Enver Alimi, në Mitrovic doktor profesor Mustafa Azirin, në Prishtinë magjister Gjafer Cakollin, edhe renë mos t'i kështu me emna. Puna e mirë, normalisht që donë edhe me bashkëpunëtor. Mustafa Aziri, Hajredin Kabashi, Musti Pirkuqi, dhe më thonë gjithë janë nivellit akademik, përgatitur mirë se cilin e lamin e vetë. Asnjëherë sekretar nuk i përzihem punë dhe angazhimet e tij, kemi punë të ndana. Një organizatë që për mision ka ruajtjen edhe trashëgimisë. Ruajtjen e trashëgimisë. Promovimin e librave. Po. Se keni pasi nevoj? Zakonisht në iniciativat të tilla vinë prej një mungese. Ku ka qenë ky momenti kryesor që ju e keni kuptu që gati ajo mungesë mund të shndrohet në një rrezik për humbjen e këtyre vlerave dhe trashëgimisë? Ne gjatë bisedës para se të themelojmë edhe OJQ-n tonë, organizatën Plus Kult fushë Kosovë, kemi pas shumë të arsyeshme që ka nevojë dikush të angazhohet në mënyrë humanitare dhe vullnetare në këto angazhime të trashëgimisë kulturës, duke i pa mungesat e aktiviteteve, mungesat e tubimeve, takimeve, njohjes të historisë detajune, zbardhjes të fakteve historike që janë shumë të mëdha që na mungojnë sot neve si shoqëri, edhe duke e pa këtë mungesë, kemi vendosur që edhe të fillojmë me një aktivitet, duke nisë nga themelimi i kuvendit, pastaj duke cekur në statusin tonë pikat për të ne do të drejtohemi si organizatë. Dhe kemi pa shumë të arsyeshme që të fillojmë me programe sesione shkencore. Pari një staf i mirë i organizuar nga 5 anëtarë të kryesisë, gjithsej organizata jonë mrena kryesisë ngushti ka 21 anëtarë, të gjithë janë të përgatitur në lamit të ndryshme të profesionit tyne, pastaj i kemi dek në të gjitha qytetet. Duke parë shumë të arsyeshme edhe nevojshme, kemi thonë të fillojmë me sesionin e parë. Po duke pasur atë frikën se do të mungojnë njerëz adekuat, që do të vinë me tema për cilat edhe kemi pas si temë të pare, kemi pas shtetë ndërtimi i Kosovës gjatë shektit 20-21, edhe gjithmonë duke mendu se vërtet i mihin një punë që nuk do t'ja arrijmë qëllimin.
po për fatë mirë, u arrit qëllimi, dul ma mirë se që i kemi menduar, dhe unë bajt ku prezent ishin 120 përfaqësues të ndryshëm të gjitha trevave shqiptare. E kjo na buni muni mirë, krenar për organizim, dhe kemi thonë ne do të vazhdojmë prapë. Kemi vazhduar pastaj me sesionin e dytë, ku kemi lanë si rol kryesor të mësojmë për shtetëndërtimin e Kosovës, ku roli kryesor i gruas ka qenë. Edhe temat kanë qenë të tilla, ku gjithmonë edhe gruaja është pjesë e asaj arritjeve historike që ne sot i kemi edhe në Kosovë. A ka ndonjë grup moshë të caktuar të cilën ju konsideroni që përgjatë viteve të funksionimit si organizat e keni zgju pak nga gjumi po teme dhe i keni kthy vëmendjen tek historia dhe të trashëgimia jonë? Thëmë drejten, jo nga lavdatat, po nga puna jonë e sinqertë dhe nga vetë energjia jonë vullnetare që është, kemi, se zdusti ceki me emna, po kemi shumë profesor të historisë dhe shkencët, se cilët kanë qenë pasiv, për shkak se mos ftesave, mos thirrjeve tyne lanë, duke i lanë anash njerëz prësën. Mungesës aktivitetet. Mungesës aktivitetet edhe kanë pauzu. E tash duke po energjinë tonë si organizatë dhe duke i ftu t'ju dhonë hapësirë, mundësi gjithmonë punimeve tyne, vërtetet na keni zgju nga gjumi, kryetarët edhe jemi gjithmonë aktivatër kur ju keni nevojë për neve. Edhe vërtet nuk kanë mungu. Këto 3 vite radhazi kemi çdo vit sesionin shkencor që e organizojmë me 28 nëntor. Për shkak edhe ditës së flamurit edhe kemi të rregull tradicional sesionet shkencore. Kur po flasim për grupet e caktuara, duhet përmend pak edhe diasporën, bashkëdetarët tonë. Sa janë ata të integruar në këtë organizatë juaj dhe në çfarë forme? Thëmë drejten, janë shumë të ne, po foli për një pjesë të mërgjimtare të dhe jetojnë flasën e Suedi, në Austri, janë aktiv të ne, janë pjesë e jonë, janë në antarësin tonë, të cilët edhe vërtet kanë kontribu shumë në organizatën tonë, si qenit vetë fizikisht, se këgjë është një rrugë të marrësh pjesë pej Suedis, tash një aktivitet organizatë. Pra vinata edhe fizikisht. është vullneti, për shkak se edhe janë njerëz humanë që kanë kontribu shumë në Kosovë, gjatë luftës. E kështu që kemi edhe mërgjimtar, ku organizata jonë gjithmonë nuk i kalon anash, gjithmonë jemi mundu të pregadisëm çdo vit për ta, diçka, një koncert apo një tubim që t'i afrojmë, t'i bashkojmë qytetin tonë. Zakonisht ne tubimet i mojnë në Shtëpinë e Kulturës në Fushë Kosovë. E kemi një zyre modeste të cilën e kemi financu vetë, jo nga institucionet, e në të cilën e kemi pregadit për çdo aktivitet që mbojmë atu pranë. Mirë, njerë, ankesa ka qëmëta, po nuk duat i Cili është një nga shqetësimet jo vështuajat si drejtuesi organizatës, por edhe gjithë atyre që janë pjesë e saj, që e shihni si një rrezik për shoqërinë? Shqetësimet e mia si kryetari i organizatës po foli, janë shumë të mëdha për shkak se mungesa e vullnetit institucional, që ti përkra aktivitetet e OJQ-ve të cilat vërtet kanë një punë të mirë, një vlerë të mirë që e sjellin në qytetin tyne, mungon mbështetja institucionale, cila është vërtet edhe me legje rregulluar nga drejtoritë e kulturës, të cilat OJQ ekzistojnë në qytetin e tyre të financohen të mbështeten për aktivitetet caktuara. E po flas për organizatën tonë që asnjëherë nuk jemi nënshtruar, po duke u bazuar në ligjin, në rregullat dhe në thirrjet publike që kanë, kemi aplikuar në projektet tona, po nuk kemi desht asnjëherë të insistojmë dhe t'ju bojmë një trysni ose një presion që të arrijmë ne një qëllim tonin. Asnjëherë. Pra s'keni gjetur përkrahje? Thëmë drejten, ato punë që ne i bojmë përkrahja e cila ka qenë nga komuna, thëmë drejten sikur me qarrus një kafe muajore. Domthon, te ne mungon kultura që njerëzit do të më vedisu, ata që udhëheqin sidomos me kulturën, do të më vedisu se këtu do të financohet shumë në histori, në kulturë. E derisa një organizat ka shumë aktivitete edhe shembull edhe në Shqipëni edhe çdo troje shqiptare, si është Plus Kulti, edhe thirrem edhe jepet për krajet e ne, këtu të ne në Kosovë, përgjithësi po foli për Ministrinë Kulturës, Drejtorinë e Kulturës, të na ka munguar mbështetja që ne meritojmë si staf, që jemi dikun 4500 anëtar gjithsej Kosovës. Thëmë drejt, edhe pse jam i zhgënjur shumë,
ne si organizat kemi arritur të sjellëm 2 donacionet të mëdha në Kosovë. Njërin e kemi dediku për komunën e Podijeves, ku i kemi furnizu shkollat, ku është kryetari i degës atje në Ver Halimi, ku i kemi drejtu në shkollën Ibrahim Rugova në Podijev, ku i kemi pajisur shkollat me karrika, bankat, dhe të kanë qenë shumë të nevojshme. Që kemi fët atje, jemi mundu me ato mundësit tona që kemi, për fëmijët me autizëm, që është shumë e nevojshme. Kemi sjell, të gjitha ato jenë përcjell në shkollat e komunës e Podijeves, jemi mundu të gjithë nxënësat t'i gëzojmë s'pakume nga një dhurat. Të njëjtin donacion, pastaj kemi sjell në komunën e Obiliqit, ku kemi donacion shtatu me shkurti ka qenë, ku edhe ato kemi pajisur me karrika, banka, për qytetarë ka pas donacionet që kanë nevojë për gjëra të ndryshme. Tash jemi duke prit donacione 3 që ta sjellëm për një komunë tjetër ku ne shumë më të arsyeshme që ka pak më që mungojnë gjërat në për shkolla. Pra që është në gjendje pak më vështirë, e kështu që do ta drejtojmë edhe donacion. Gjithmonë duke i falenderu Suedi, shqiptarët në Suedi, ne vazhë kryesisht një mik tonin të madh, një humanist i cili asnjëherë nuk paraqitet, po është një i tillë, është Gjafer Bala nga Istoku, i cili kontribon shumë, po gjithmonë rrin në heqje dhe ne kemi detyrim të përmendim edhe ta cekum edhe pse ai s'ka që fort ta përmendim. Kështu janë këta humanistët për izvërteti, nuk duan që të ekspozohen. Na si organizat shpesh kemi shprenda shumë pak ushqimore për familje me nevoja. Po asnjëherë nuk i publikojmë, nuk i qesëm, se përderisa ne i publikojmë ato, duke dhe një pak ushqimore, atë ne spendimojmë, pe dëmtojmë atë. Po thoni që të tjera që i publikojnë mund të bëjnë gabim? Po, është gabim. Për mendimin tem, nëse ti dëshiron të ndihmosh një familje, ose fëmijëve një krye familjarët, është mirë që të ne thuhet dora nuk vën me ditë kur ti ndihmon dikon. E ne si organizat kështu veprojmë, që 6 vite ndihmojmë, kemi familjarë të shumë që ka nevojë ekonomike, sociale, dhe i kemi ndihmu, po asnjëherë s'kemi publiku pak ose gjërat të cilat i kemi dhënë, që të themi ja që ne... E bëjnë edhe për çështje të transparencës, që të jenë transparent me atyne që i duhet transparenca, janë shkrimet, mujnë të shohim, po jo familjar duke i dhënë një pak, unë spendimoj, po pe shkatrojat familje, se të na jemi njerëz që paragjykojmë shumë, nesit në shkolla volizohen fëmija aty në krye familjar, kështu që i ikum kësaj çështje. E kuptoj edhe kontekstimin. Jesim gjithmonë thjesht. Përparim, faleminderit shumë që erdhe, shumë suksese është kënaqësi me qenë emisione juve. Faleminderit shumë për hapësinën edhe mundësinë që na keni dhënë si Plus School. Ju lutem, shumë suksese me punën në vazhdimsi. Faleminderit shumë. Miq, tani është momenti që ju jap edhe përshëndetjen e fundit për sot, sigurisht përcjellur edhe me një falënderim të madh